Popullsia rezidente në Kosovë është zvogluar gjatë vitit 2024 në krahasim me 2022 sipas Agjencisë së Statistikave. 17.525 persona më pak janë regjistruar si banor në Kosovë për vitin e shkuar, edhe pse shtimi natyror ishte afro 11.000 banor nga vendi, janë larguar gati 37.500 qytetar, kurse në Kosovë kanë imigruar pak më shumë se 9.000 persona. Numri total i popullsisë për 2024 sipas ASK-s është afro 1.586.000 persona. Emigrimi kishte qenë më i lartë më 2022 kur vendin e kishin lëshuar mbi 41.000 persona, por dyfish më i lartë ishte edhe shtimi natyror kur ishte afro 20.000 banor. Ekonomisti Safet Gërgjaliu pret që trendi në rritje i emigrimit të vazhdojë dhe shifrat më të ulta të shtimit natyror të vazhdojnë edhe në të ardhmen. E kemi paralajmëruar ikjen e heshe si një krizë dhe si një momentum shumë shqetësues për Kosovën, sepse Kosova e zbrazur është vetëm ushqim i ndjenjave dhe i aspiratave të armiqve të saj shekullor. Sipas Gërgjaliut, arsye kryesore e emigrimit është gjendja e rëndë ekonomike. Jemi të penalizuar në shumë projekte në dhe shumë marrëveshje të rëndësisë financiare në interes të Kosovës dhe të qytetarëve dhe në këtë drejtim është humbur perspektiva se në Kosovë mund të jetohet më e mirë. Agjencia e Statistikave bën çdo vit vlerësimin e popullsisë, ndërkaq procesi i regjistrimit të popullsisë ndodhi më 2024.